Merkatoja verore mund sjell një kthes të rëndësishme në karrierën e sulmuesit të ri shkodran, Ardit Nikaj, aktualisht pjesë e Skënderbeut. Burime të besueshme pranë klubit korçar bin të ditur se futbollisti është pranë një transferimi të parë ndërkombëtar me Metalist 1925 si destinacion të mundshëm. Nikaj, i cili ka qenë pjesë e kombëtares U21 dhe është vlerësuar për paraqitjet e tij të qëndrueshme në kampionatin shqiptar, ka tërhequr interes serioz nga klubi jashtë vendit. Sezoni i fundit me Skënderbeun ka qenë vendimtar në rritjen e vlerës së tij si futbollist, fal aftësisë për televizor mes linjave dhe për të qenë vendimtar në fazën sulmuese. Sipas informacioneve të fundit, negociatat mes përfaqësuesve të lojtarit dhe klubit ukrainas Metalist 1925 kanë hyrë në një fazë konkrete. Palët janë në kontakt të drejtë për drejtë dhe me drejtuesit e Skënderbeut, meqense Nikaj është ende i lidhur me kontratë me klubin korçar. Ky transferim përfaqëson një hap të madh për 21 vjeçarin, i cili do të ketë mundësi të matet në një ambient më konkurrues dhe të rritet në aspektin profesional. Nga ana tjetër, për Skënderbeun, largimi Nikaj do të ishte humbje në aspektin sportiv, por njërazi mundësi për përfitim ekonomik dhe për afrimin e modelit të zhvillimit të talenteve. Derisa të vijë një konfirmim zyrtar, ardhmja e Ardit Nikajt mbetet e hapur, por sinjalet janë të qarta. Rrugtimi i tij futbollistik është gati të marrë drejtim të ri larg Shqipërisë.